Në të vërtet, unë e kam thënë gjithmonë, gjuha shqipe nuk është në nderin që i takon e barabartë me maqedonishtën, ashtu siç ka qenë nga viti 74 deri në vitin 90, pra ka qenë gjuhë zyrtare në kohën e Titos apo në kohën e Jugosllavisë, edhe flamurit shqiptar kanë qenë të barabartë shqiptarë dhe maqedonët dhe turqit në Republikën e Maqedonisë atëherë komuniste. Pastaj mas 90-s dihet historia që i nënçmuan i bën dhe u arrit mas 2001 që quhet marrëveshja e Orit, një marrëveshje e dhimbshme me pak kënaqësi për dy palët, pak dëmtime për dy palët, ku gjuha shqipe do të fillonte zgjerimin e saj me nderin që u takon. Por 20 vite në pushtet BDI-ja bëri ai sa mundet për arsye se ka pasur edhe ngjarje të tjera më të rëndësishme siç ishte antarësimi i Maqedonisë në NATO, dhe gjuha shqipe psovi një avancim, një avancim jo parazit plot, por një avancim që të zbatohet në këtë republikë mbas ligjeve. Një avancim që u bazua më shumë te kompromisi politik që arriti Ali Ahmeti, apo ajo që nuk mendoi ishte që pas ditës ti ky kompromis do thyhej dhe nuk ishte hedhur gjë në letër. Një avancim që është arritur midis politikanëve shqiptarë, qoftë BDI-s dhe zotit Ali Ahmeti, po dhe të tjerët, me partitë maqedonase, politika pas një marrëveshje që të ketë një gjë si ndërheshtje ashtu, por gjithmonë gjuha shqipe është luftuar nga strukturat apo nga dikasteret e Maqedonisë. Unë po ju jap shembull, për shkakun që të keni qartë pse nuk zbatohet. Edhe pse ligji është mas vitit 2018, zbatimi i gjuhës shqipe në disa vende të qarta, aty ku banojnë shqiptarët dhe ku e thot kushtetuta, domethënë popullsia që është mbi 20%, jo vetëm shqiptarë, por dhe të tjerët, gjuha e tyre është e barabartë me gjuhën aty. Por ja për shembull, unë kam marrë dokumenta para një muaji në gjykatën e Tetovës, e nga e njëjta gjykatë, një dokument ma ka dhënë shqip dhe maqedonisht një dokument vetëm maqedonisht. Dhe unë reagova, është e njëjta gjykatë, e njëjta strukturë, e njëjti kryetar gjykate, thash, po kjo pse kështu? Kjo vetëm kështu jepet. Pra, e njëjta gjykatë, një dokument sipas shefit ta jep shqip dhe maqedonisht, dhe një vetëm maqedonisht. Të njëjtin gjë edhe në zyrën civile që i themi neve, shkon atje e merr certifikatën e martesës apo certifikatën personale në dy gjuhë, maqedonisht dhe shqip, certifikatën personale të shtetësisë ta jep vetëm maqedonisht, e njëjta drejtori në Tetov flasim. Por ajo që do të them unë, radh parë janë kryetarët e bashkive shqiptare apo të komunave në Maqedoni që nuk e zbatojnë gjuhën shqipe. Pra, edhe në kohën e BDI-s dhe këto nuk është zbatuar nga vetë kryetarët e bashkive shqiptare zbatimi i gjuhës shqipe, siç është themi në tabelat e dyqaneve shumë thjesht. Domethënë brenda Tetovës nuk ka zbatim gjuhës shqipe në dyqanet e maqedonasve, por vetëm maqedonisht. Pra, janë kjo. Dhe tani erdhi kjo e jurisprudencës. Kjo ka qenë në gjuhën shqipe, në heshtje, në bazë të profesorëve, ky provim, që është provimi që ti të jep të drejtën të vazhdosh për avokat, të vazhdosh studimet pastaj për prokuror dhe gjykatën, sepse ky është vetëm provimi i parë, pra është bariera e parë. Të që në barierën e parë nuk duan që shqiptarët të japin provimin e tyre në bazë të ligjit në gjuhën shqipe. Që t'ja sqarojmë më qartë është kështu. Domethënë, ne kemi 4 universitete në gjuhën shqipe, që i ka lejuar shteti, 2 private dhe 2 shtetërore. Pra, ku vetë shteti i ka lejuar, u ka dhënë licencë që në 4 universitetet të jepet në gjuhën shqipe studentët gjithë, kemi nga Kosova, nga Shqipëria dhe nga kudo. Dhe tani, në moment që ti diplomon si jurist në këto universitete, që shteti i ka lejuar në gjuhën shqipe, provimin e jurisprudencës nuk do ta japësh. Ktu lidhin problemet, se ti terminologjinë dhe librat i ke mësuar në gjuhën shqipe, konceptin e ke në gjuhën shqipe. Kur vetëm përpara këtij profesorit maqedonisht ti ngelesh, automatikisht atëherë ne do kemi mungesa të avokatëve shqiptar, mungesa të gjyqtarëve shqiptar mas ja 5 vitesh, të prokurorëve shqiptar dhe shumë. Pra shqiptar e mbaron universitetin në gjuhën shqipe me diplomë mundet punësohet vetëm një administrator i thjesht me një rrok të nënçmuar 500 apo 600 euro. Pra është dhe një strategji e VMRO-s për të nënçmuar shqiptarët, po dhe t'i bërë barierë që mos punësohen dhe të krijohet ekskluziviteti për maqedonat janë avokat, prokuror dhe gjykatës. Pra zotë Dalla, ligji ka qenë i shkruar, ka qenë vetëm verbalisht që zbatoi marrëveshje verbale, pra konsensus politik që dhe kjo do bëhej, por jo i shkruar deri tani. Dhe djesa është votuar ligji për zbatimin e gjuhës shqipe dhe me kushtetutë dhe me gjuhët e tjera që janë mbi 20%, automatikisht e ke gjuhën tënde. Pra, ligji në 2018 është votuar. Pra e marrin Timirqian.
E marrim të mi qenë është i votuar ligjërisht kushtetuta e lejon këtë. Por zbatimi me një urdhër shembull të ministrit apo diun të brendshëm të pengon pastaj që ai domethënë kushtetuta ty ta jep, po ta ngushton ligji. Ty ta jep ligji, po ta ngushton administrata. Pra, kjo është një tallje tamam. Dhe kjo vjen si pasojë që shqiptarët janë në qeveri sot me VMRO, janë në qeveri por nuk kanë pushtet. Kanë gojë, por nuk kanë zë. Pra kanë gojë për të ngrënë bukë, por nuk kanë gojë për të kërkuar, për të folur, për të mbrojtur. Zoti Dhalla, ju thoni që Mickovski nuk e bën pa qëllim deklaratën që shiko studentët kanë drejt, por ne do i drejtohemi Komisionit të Venecias, pra për ta zvarritur këtë, edhe lejon që ministri i tij t'i dalë kundër, pavarësisht se pak ditë më parë, vitin e kaluar konkretisht, tha që kanë të drejtë ta japin. Ndërkohë që më pas pak një tërheqje që do i drejtohemi Komisionit Venecias. Pra, është kjo loja që ju thatë më saktallje? Kjo është një tallje dhe kjo vjen faktikisht jo vetëm për neglizhencën dhe zërin e mykur që kanë politikanë apo qeveritarë shqiptarë sot, por dhe për fajt të Shqipërisë që në bazë të kushtetutës duhet ngrejë zërin, qeveria e Shqipërisë. Po tani ambasadori ka qenë aktiv atje, po për këtë çështje? Nuk flasim, ambasadori ka qenë aktiv, nuk flasim për ambasadorin si individ që ndoshta ai mund ta paguajë edhe shtrenjtë në karrierën e tij të vazhdueshme diplomatike. Ne kemi president, ne kemi kryeministër, ne kemi ministër, kemi parlament të Shqipërisë. Që maqedonët e dinë shumë mirë që Shqipëria është indiferente ndaj këta për ne tallet. Domethënë duhet ta themi të vërtetën. Kush është ai deputet trim parlamentin e Shqipërisë që ka ngritë zërin një herë për shqiptarët e Maqedonisë? Prej 35 vitesh. Kush është ai ministër trim? Që mos u them që deputetët dhe ministrat shqiptar janë blerë nga maqedonasit në bizneset që bëjnë, apo për situacionin e tyre politik. Mos hapim kutinë e Pandorës, sepse para 3-4 vite, 5 vitesh një zëvendës kryeminist dhe ministër bëri një karambol këtu me një prostitute dhe janë mbyllën këta Maqedonët dhe u mor penga i ku i themi në atë aspektin politik. Pra, ne këta këtu i dim. Maqedonët e shohin që Shqipëria nuk flet, që e ka me kushtetutë edhe tallen, sepse lind pyetja, unë 25 vite çfarë bëj këtu? Pa leje qëndrimi, pa shtetësi, pa drejt pune. Pra ja një eksperiment. Ku është ministria jonë e jashtme? Pra këta e din, dhe një ligji e lejon në gjuhën shqipe. Kjo është një strategji që t'i lejsh sepse maqedonasit 50 vite janë mësuar që shqiptarët i shohin të nënçmuar si një fshatar, pa lar kokën, pa u krefur, pa i shkollum, dhe t'ja çoj specat, domatet, qumshi ketera shtëpisë, se 50 vite kështu e kanë çuar kohën e komunizmit. Shpëtorë dorë e dytë kanë qenë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Erdhi lufta e 2001-shit, erdhën sakrificat e mëdha me gjak me gjitha që u arrit një paqe dhe një ngritje. Edhe kjo ngritje që u arrit për 20 vitesh, ai sa është ngritur, nuk pretendojnë se janë rregulluar gjithë gjërat. Erdhën këto 2 vitet e fundit, Mickovski i bën këto, po Maqedonët sepse kanë gjetë politikan vasal nënçmues që janë në nivelin e mesatarë, se dini çfarë ministra dhe deputetësh kemi në kuvendin e Maqedonisë shqiptare. Këta sikur i zgjedhin me konkurs kryetarët e partive që t'jenë me shkolla të mesme, t'jenë të paditur, t'jenë gagaç, t'jenë si ta them unë ty, jo gagaç në kuptimin e nënshmimit bulizmit, po gagaç që mos flasin, vetëm të hanë. Dhe kjo vjen. Dhe studentët e shkret, çfarë faj kanë shkretë, dalin protestojnë. Jo, duhet dalin dhe politikanët shqiptarët, se nuk është çështje e studentëve, është çështje e gjuhës shqipe. Duhet dalin dhe ambasada e Shqipërisë, dhe shteti shqiptar. Nuk bëhet fjalë për matematikë, kimi dhe fizikë. Bëhet fjalë për gjuhën shqipe, për gjuhën mëm, për gjuhën e kombit tënd, për gjuhën e shtetit tënd që është Shqipëria, që ne kemi arritur këto të jetë e barabartë me maqedonishtët. A e di sa çmim të rënd kanë paguar shqiptarët e Maqedonisë në 2001 me dëshmore me këto? Janë arritur 20 vite. Pak zgjerim, nuk po them se po këto që janë arritur janë zhdukur. Ju e dini që Maqedonia, Ministria e Brendshme ka bllokuar gjithë rrjetin e qëndrimit përkohshëm për të gjithë qytetarët këtu ka më se 1 muaj. Pse duhet t'i bëjnë këto gjëra, këto provokime me njerëz që janë të martuar, kanë krijuar familje apo të që punojnë me lejet e qëndrimit? A e kuptoni çfarë funksionimi i këtij shteti? Sepse duke patur probleme ekonomike, kjo qeveri, duke patur që ka borxhe 2 miliardë e gjysmë dhe duhet të kthejë 700 milion kësin e parë në muajin prill, i krijojnë këto incidente dhe gjithmonë i krijojnë me shqiptarët. Se ka dhe pakica tjera që nuk është sepse shqiptarët janë mbrojtës dhe të pakicave tjera.
automatikisht lufta e 2001-shit, automatikisht dhe marrëveshja e Ohrit bëri avancimin dhe mbrojtjen e pakicave të tjera të gjuhës, siç janë Bosnjakja, Serbishtja, Vllahishta, domethënë Arumunët që i mbrojti kjo marrëveshje e Ohrit. Romët, pra shqiptarët i mbrojnë këtë. Prandaj them që kjo nuk është thjesht një protestë e studentëve të jurisprudencës. Duhet të jetë një protestë e mbrojtjes gjuhës shqipe, se këtu kemi cënimin e gjuhës shqipe, kemi cënimin e marrëveshjes së Ohrit, kemi cënimin e 20 viteve për parim të maqedonasve dhe shqiptarëve me paqe, për të ecur përpara diet NATO-s, përpara për të ndërsuar BE. Pra nuk është aq e thjeshtë sa mendojnë njerëzit. Prandaj ne duhet nesër të gjithë bashkë, edhe Shqipëria, të